Lituanisë që ka supozu, po më çudit këtë qysh nuk I ka po. Informatat që janë ata janë dytë agentë KGB-s dëmon të Rusisë. Informatat që janë dëmon, informatat që po qarkullojnë ata janë agentë. Jo veç një sa. Përmes telefonit është kalla, unë vetë kum bo shumë, kum thirr njerëz që kum bo prenga përmes telefonit. Edhe shumë kallaj I çet njerëzit në atë moment kur I thirr, I çet në lajthitje edhe I çan ka dën vet. Po është jem të fol për kryeministër. Unë thash me telefonat apet është pak ma, ndoshta pak ma lehtë. Po përmes videolinkut është dosh më caktu një takim. Fotografi që ka bërë presidentin kur kanë në vizitë këtë që u konë? Po ai se ka po heq ato. Jo, kjo ka ndodhur me 11 shkurt, 2 ditë mas zgjedhjeve. Biseda me ta ka ndodhur me 11 shkurt, presidenti ka ardhur I Letonisë ka ardhur tash në mars dikur. Po në mars. Po diçka është një problem tjetër. A ke po një fjalë anglisht që nuk mundet me gjetë kthehet ka kabineti ka njerëz edhe I pyet ata, se dia keni vërejt, a keni çfarë detaj, se kum përcjell krejt. Jo, problemi diku tjetër, që I ka pas njerëz thonë se nuk kanë qenë gjendje me kuptuar që është ka devijuar komplet domon debati. Pas asoj pa një letër të bardhë, pa pikat e caktuara çka kemi diskutuar. Bëhet një aranzhman më herët, kabineti me kabinetin bisedon, për shka me bisedue, do të me falëndëruat president për diçka, nëse ka 15 ushtar në kodrët natës ose të këforit të mi thonë falëndirë për shërbimin. Jo, dëmon hini, akuzoj malët vogël. Qa e merë për goja Amerikën, nuk e kem fuqinë e Italisë të Francës e kryeministit Britanisë për shembull që edhe me volla pse zë mos më tut. Na varmi për Amerikës. Nuk e di që varmi për Amerikës, apo për shembull orientimi seksual, nuk e di orientimin e tij seksual, edhe I thot, jo, nuk e kum dit, no, I don't know. Në Google për me pas shumë drejtë. Problemi që s'ka marrë masa, ma shqetësu se është problemi që nuk merë masa, shka të bëjone dhe nuk manim për kërkën, nuk respektoj protokoll. Kush është më shumë përgjegjës? Kabineti. Nuk ka, këtu nuk ka, të ndara. Kabineti ka përgjësinë e vetë për përgatitje. Kryeministri ka përgjësinë e vetë për përmbajtje. Kryeministri tani ka përgjësinë edhe më pastaj për mos marrjen e vendimeve. Unë po flas për organizimin, te përmbajtja kabinetit suni, thot çka më fol. Organizimin e pas edhe asistenti ose asistenti I tij, është ai. Te përmbajtja është e kryeministrit. Është një përmbajtje katastrofale, një përmbajtje që ky njeri të lënë me tregu që s'ka erë me diplomaci, domthon, me qendrimin diplomatik, me protokoll diplomatik, se diplomacia ka një protokoll të veçantë, po fol si kryeministër, me një president, ai nuk ka ditë që është preng. Ai ka menuar që është të folë me presidentin e Letonisë. Edhe po hen asë niveli, po shkon vite 80-ta, 90-ta, po thua administrata amerikane ardhën qeveri, financën me armatim terrorista, po kjo është punë e rëndë, me të vërtetë po mduket që të na morja mo e ka hup kuptimin, s'ka morë. S'din çka I thet njeri kësaj, apo kupton, nuk dën koment. Ne kronikën në bërë nga gazetarë që edhe kryeministrat, presidentat të vendeve me të mëdha të botës kanë ra pre e. Po ti të prit me formu, ti të prit. Na im ka presë me më formu qeveria me Amerika me të mbështet. Ç'to është problemi?